Thot Allahu Xhaleshanuhu, ka deflehe mu'minun, kanë shpëtu besimtare, të cilët në namazin e tyne janë të kujdesshëm edhe janë të koncentruar. Prandaj krejt shima jonë sonte është që t'jena sa më kujdesshëm në namaz edhe kujdesna që ta dina se ku jena. Unë do të tregoj vetëm edhe se nuk na lejon koha me zgjatma tepër, ju kërkoj falje se ndoshta edhe kam zgjat për kështu. Një person i herë erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i tha: "O i dërguar i Allahut, tha e kam një problem që kur jam në namaz, duke dhe si me marrë diçka dhe me shkëtsu, tha ma tret krejt menën prej namazit, tha më qorientan, tha dhe zdia që me të mu, tha namaz, edhe shkrejta i shtu më duke si se më qorientan, tha diqa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ai është një shejtan, ati shejtan i thojnë Kanza, i thojnë emnit, emnit ti, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është Kanza, dhe qëllimi ti shejtanit është, që me të largu menën prej namazit, që me dalë prej ti namazit me sa ma pak se vape. Dhe në qovë se fajtë e bumi Allahut, e vren ti edhe e hedon pranin e ti gjatë namazit sa i namazit, shë që ka ikmendja prej namazit, atëherë kërkon mbrojtjen e Allahut edhe thuj, e udhu billahi mine shejtani rajim. Kërkoj mbrojtjen e Allahut prej shejtanit të mallku. Dhe një tjetër shkurtimisht, ndoshta edhe e kam zgjatur. Dhe një rast tjetër na tregohet i herën se një person erdhe Ibrahim Ahmed ibn Hanbali edhe i tha: "O hoxh, më ka drejt tha kuleta. A din tha me më tregu tha se ç'a me bëj si me gjetë, kam vendos diku kulete me fare, diku me dorë teme kam vendosa, po e kërkoj të shtrika dhe dit nuk e di tha se si me gjetë. A din tha me mallon dhe këshill?" Hoxha i tha: "Po, di me këshillu." Tha: "Ç'a?" Tha: "Shka sonte mas namazit jasis të shpia, merr abdes, fal namaz deri me mëngjes dhe lutu Allahut sejdë me ta kujtu, e vash Zotin sabah po me të kujtu. Sa ka fillu me fal namaz, ka marrë tekbir, këmon supone si ka fillu elhamin, i ka rënë mend se po kuletin, e ka fal edhe një recat, shkon e ketkon, e gjen aty ka ardhur hoxha i gjumë në nesër, tha hoxha alhamdulillah gjitha. Se tha, sa kam fillu namazin, me njëherë tha me shkujtu, nuk kam